Spremnë një përshëndetjet më të ngrohta prej anës time, jem rikthyer sërish këtu në këndin e Facebookut, uroj të keni kaluar çaste të mira në pjesën e parë ku labi pati mysafir Afrim Muqisin dhe grupin Yjet. U argëtuat me muzikë, me biseda të këndshme, me histori që ata tregojnë në prej shumë vitesh bashkëpunim dhe për shumë vitesh karrierë në muzikë. Tashmë jem rikthyer në këndin e Facebookut, këndin tuaj të dashur, ku ju e dini që ne i pranojmë pyetjet e juaja që i bëni për mysafirët që i kemi në studio. E kur jemi tek mysafirët, ata që janë kyç në Facebook qysh prej orëve të para të mëngjesit ka pas mundësi me kuptu edhe mysafirën që e kemi në Facebook. E për ata që ende nuk e dim, po e zbuloj me shumë knatësi tani Adelina Eminin. Adelina, mirë se erdhe. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Një dielje sot me një angazhim, të kemi ftu në emision. E di që nuk i ke pas vështirë me u gju herët, se në bisedat që bënë më herët kuptova që e një vajzë që është herët prej shumë vitesh. Kështu që edhe po të mos kishe qenë e ftuar me siguri e dielja do t'ishte me një angazhim të tillë që është herët ose pushim në shtëpi. Them drejtën e cekët edhe ju paraprakisht që ka vite të tana që unë zgjohem herët, po saqërisht ndonjëherë më vjen pak edhe inat gjatë vikendit kur më del gjumi herët, me qenë se gjatë tërë javës unë zgjohem shumë herët dhe me shumë angazhime, e të paktën mundohem që gjatë vikendit të mos zgjohem herët, por që e kam unë ashtu alarmin, Adelina zgjohet gjithmonë në orën 7:30, në orën 8, por që dinamika, puna kam bërë që të mësohem me këtë rutinë edhe që nuk përtoj fare me u zgju. Okej, jemi në këndin e Facebookut, kështu që çdo mysafir nuk muj me të i kalu këtë pyetje në aki Facebook, kështu që edhe për t'i vlen e njëjta. Sigurisht që kam, nuk e di sa vite u bën që e kam hapur, por që unë po mendoj që është një rrjet shumë i mirë, qoftë ndoshta për të promovuar gjëra të reja sa i përket muzikës, qoftë edhe për të kyçur domethënë me njerëz, me mesht që gjenden jashtë Kosovës dhe po komunikojmë që po mendoj që është një rrjet shumë aplikativ në të gjitha sferat, kështu që edhe unë nuk mundem pa Facebook. A je shumë aktive ose qysh e këtë Facebookun edhe në përgjithësi këto rrjete sociale? Sa je kufizuar në ato çka ti e poston, në fotografitë që ti i poston, sa munduhesh me pas një limit të ndarjes tënde të informatave me publikun ose me mes që i kemë Facebook? Kjo do me thënë sa më aktive varet prej rasteve, për shembull gjatë tërë orarit të punës normalisht që nuk e përdori me qenë se jam e angazhuar tërë ditën në punë, por që ka raste dhe më thënë kur promovoj për shembull videoklip apo këngë të re, atëherë marr pak minuta edhe gjatë orarit punës ku e shpërndaj linkun apo edhe informoj të gjithë adhuruesit për gjërat të reja, po qoftë postoj edhe fotografitë të cilat mendoj që janë interesante edhe për të tjerët, se përveç punës, përveç skenës, ta shohin Adelinën edhe më ndryshe. Ka raste kur postoj fotografi në kopshtin tim, me të cilin jam e dashuruar dhe përkushtuar shumë, qoftë edhe fotografi kur kam qenë e vogël, i kujtoj me shumë nostalgji ato momentet kur recitoj Aisha në korin e shkollës fillore, qoftë edhe momentet e tjera të cilat janë të mira që t'i ndaj edhe me të tjerët. Nuk preferoj të postoj fotografi shumë private apo në dhumë të gjumit, në gjërat cilat ato janë vetëm për mua, kështu që gjërat e cilat konsideroj që duhet t'i ndaj dhe me të tjerët postoj. Okej, edhe një mundësi të tillë po na japin edhe në këto momente kamermanët tonë Sadiku edhe Ariani, po na bëjnë foto gjatë kohës në emision, kështu që kemi pas mundësi më njerë edhe unë edhe ti me shpërnda edhe në Instagram. Sigurisht edhe kjo është një moment shumë i mirë, prandaj thash që ka raste që momentet qoftë në intervistë, qoftë në ndeja familjare, qoftë në ndonjë vend ku konsiderojnë që ta postosh atë fotografi, pse jo të shohin edhe të tjerët të ndash. Tregon pak si shiki raportet me mesht e Facebookut, ti quaj met se kem besoj edhe ti si shumë tjerë ka raste kur kemi diko mes në Facebook, po në fakt nuk e njohem ose nuk dim asgjë për jetën e tij, po flas për veten, kam shumë tillë.
edhe prej përtesës madhe me himi fshim, kanë betë që aty ka Adelina të tillë edhe tregon pa komente që të bëhen në Facebook. Ka shumë njerëz të cilët nuk i njoh për sa afërmi ose dhe qoftë që na lidh ndonjë miqësi, por jam munduar fillimisht ta mbaj domethënë Facebookun tim personal vetëm me njerëz që i njoh dhe fanpage-in ta shpërndaj domethënë me të gjithë të tjerët. Por që ishte e pamundur dhe se kam domethënë në Facebookun tim personal edhe shumë njerëz të tjerë që nuk i njoh, por gjithsesi nuk mund t'i fshi sepse duke pas parasysh profesionin, ndoshta edhe gjërat të cilat unë mirem, nuk mund t'i fshi sepse janë normalisht interesuar se a ka ndonjë të re Adelina apo jo, dhe që kam shumë miq, e kam kaluar atë limitin e numrit që është 5.000, kam të tjerë të cilët vetëm following dikon rreth 10.000, gjithashtu edhe një fanpage tjetër që ka, nuk e di numrin e saktë, mirë po ka dhe Adelina të tjera të cilat unë nuk i njoh, kanë hapur Facebook në emrin tim. Sa është ajo pozitive, ndoshta ndonjëherë mund të jetë edhe negative, me qenë se njerëzit mendojnë se po komunikojnë me Adelinën, në fakt Adelina ka vetëm një Facebook personal. Okej. Për i kthejmë këtyre pyetjeve të shumta, për cilat unë kisha dashur shumë i falenderoj gjithë ata që na kanë shkruar në këto momente, dhe njëkohësisht me ju kërku falje edhe në emër tëndin edhe në emër Kristofit ton, se e di që s'kemi me mujt me i lexu krejt. Një përshëndes qëtë, falenderit për kohën që kanë da me parashtru pyetje sot. Okej. Zakonisht ne këto gazetarët kryesisht, këto pyetjet private i lojmë në fund bisedës, po shikuese apo Fatmire Jahiu e ka bu pyetjen, a jeni në lidhje me ndokënd? Ju përshëndes, jeni të mrekullueshëm. Është një pyetje private për cilën Adelina vendos nëse përgjigjet ose nuk përgjigjet. Unë zakonisht e them që për gjërat e cilat sa i përket muzikës të rejave, projekteve, gjithmonë jam e gatshme që të përgjigjem sepse jam me ta, sa i përket jetës private është e imja, prandaj edhe quhet private. Okej, do me thonë, nuk ka diçka të re. Nuk ka diçka të re. Okej. Bajrush Elezi, çfarë ka bërë të ndiheni krenare gjatë gjithë karrierës tënde deri më tani? Krenare, duke pas parasysh që unë me profesion jam ekonomiste dhe si hobi mund ta quaj që muzikën, që ma plotson shpirtin tim, po e përmend një rast që më ka bu shumë krenare në vitin 2007 në studimet themelore në Universitetin e Prishtinës, kur jam shpallur si studente e dalluar. Ai moment është një moment që definitivisht nuk mund të harroj, një ndjenjë shumë e mirë për shkak se dihet që angazhimi në studime është shumë i madh dhe kërkon shumë energji, shumë punë, shumë studime, edhe ka qenë që më ka bërë shumë krenare përposa një diplomi që e kam marrë, gjithashtu kam fituar edhe një bursë për të vazhduar tutje me studime. Gjithashtu mund të them që edhe të gjitha këngë, të gjitha projektet të cilat janë realizuar ashtu siç unë kam dashur, po kam bërë të ndjehem shumë krenare me të gjithë punën të cilën e kam bërë deri më tani. Okej. Ky momenti i më thonë që je zgjedh studente e dalluar, është momenti i paruar i këngës të fundit ajo? Se çështu përgjigje edhe për një moment më shkoi mendja mos është nuk lidhet ndoshta për momentin kur jam shpallur si studente e dalluar, por gjithsesi kur unë këndoj ai moment, gjithmonë më asocion ajo kohë, sepse definitivisht është ndjenja më e mirë që mund t'i ndodhë studentit, për shkak se jo gjithmonë ndodhin ato momente edhe ato shpërblime në jetë, kështu që unë definitivisht jam krenare dhe nuk do të harroj asnjëherë. Okej, po ndërlidhna me këto të fundit, Adelina thot keni pasur ndonjë të kaluar që keni bërë videoklipin e fundit me titullin ai moment, apo e keni bërë vetëm për publikun? Blerta Berisha na ka shkruar.
E përshëndes shumë Blertën, ne veç folëm paraprakisht për momentin. Unë mendoj që secili njeri ka momente të ndryshme dhe i kujton me shumë nostalgji. Ky momenti nuk ka të bëj asgjë. Domethënë, pos që ma kujton atë momentin e vitit 2007. Për ndryshe, tekstin unë ja kam besuar tekstuesit Mithat Sadiku, i cili e ka shkruar këtë tekst shumë të bukur, e falenderoj shumë. Okej, Floriana Sadika i thot, atë pengojnë thashe temet, Adelina? Përderisa kam zgjedhur, domethënë, rrugën e të qenurit fytyrë publike, gjithsesi ka thashe theme, qoftë ato pozitive, qoftë negative, por mendoj që thashe themet nuk duhet shumë t'i marrësh afër zemrës, me qenë se jo të gjithë të duan, jo të gjithë lavdojnë apo të merren me ty, kështu që nuk më pengojnë as pak, edhe pse nuk dëgjoj shumë shpesh thashe theme, por nuk më pengojnë, edhe ato që i dëgjoj. Okej. Ka pas ndonjë prej tyre që deri më tash është thënë për Adelinën edhe që me të vërtetë ka qenë shokuese në momentin kur e ke ndëgjuar qoftë për ty, për familjen, për rrethin tënd? Fatmirësisht, sa i përket thashe theme kështu ndonjë që kisha mujt me cek nuk kam, sepse nuk jam edhe tip shumë që bëj skandale, apo bëj ndonjë transformim, apo në ndryshim në skenë, apo në punë, apo në familje, apo në rrugë, kështu që fatmirësisht nuk jam shumë pjesë e thashe themeve. Okej. Çka kishit bo, po ti kishit vetëm 3 orë jetë, por ata ka bashkë? Nuk do të kisha dashur t'i kem edhe 3 orë, sepse kam edhe shumë për të jetuar, kështu që sigurisht që nuk kam ndonjë përgjigje kështu adekuate për to 3 orë, sepse nuk mendoj që edhe 3 orë. Gjithmonë, kur bëhet kjo pyetje, qoftë me 3 orë, qoftë me 24 orë në fundit, unë them shtysh që nuk e dim, se është një pyetje e është një pyetje e papërcaktume dhe që për një moment mendon edhe çfarë do të kisha bërë. Do të kisha bërë gjithçka, sepse njeriu qoftë edhe për 1 sekond në jetën e tij apo 1 orë, gjithçka i vjen në kokë të bëj. Kështu që nuk kisha me thonë 3 orë se kom shumë për me jetu. Okej, Vjollca Abiti thot, çfarë ka nxit Adelina të bëhet këngëtare? Unë si fëmijë kam dashur muzikën, si fëmijë marr me aktivitete të ndryshme në shkollë që janë organizuar, pastaj në Dizellonja që kam qenë pjesë. Thjesht mendoj që është një edhe më herët e ceka që është qetësimi i shpirtit tim, sepse profesion e kam ekonomikun, si ekonomiste punoj edhe jam zhvilluar në atë drejtim, kështu që muzika vazhdon të mbetet sekondare dhe pasion për mua. Okej, a është e shëgëmia apo jo? Tezja ime këndon, popullore Mirie Prapashtizën, të cilin e përshëndes, sigurisht që ndoshta ka marrë diçka edhe prej familjes, por që në familje do me thënë këndoj unë dhe motra ime gjithashtu Vjosën, cilin e përshëndes shumë. Që ka pas ditline, është që ke? Jo, Njonza ka pas ditline, është se rastin mja uru edhe asaj. Shumë vitet të tjera të lumtura. Okej, po du me të rikthy pak në familjen tënde. Përmende që ke 2 motra? Jemi 7 motra dhe një vëlla dhe jam shumë e lumtur që jemi një familje shumë e madhe. Edhe tërë këta fëmijë kam pas me siguri një familje goxha të mirë, jo shere që shdin me bo fëmijët, vlezrit edhe motrat. E kom pak për familjen tënde dhe marrëdhëniet me motrat dhe vlezrit. Unë jam fëmijë më i vogël në familje, sugarica e shtëpisë, sigurisht që të gjithë më kanë përgdhel, të gjithë më kanë veshur, gjithë janë kujdes për mu, kështu që mund të them që jam ndihem e privilegjuar në shtëpi, midis shumë motrave dhe vllaut, kështu që unë si fëmijë gjithmonë kam dashur të lexoj, të merrem me kopsht, të merrem me lule,
me gjana shumë pozitive, isha në të gjitha sferat, dëshiroja të kyçesha në kurse, në vallëzim, në recitim, isha pa përcaktuar si fëmijë, po me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, filluan gjërat të hynë në hing edhe të profilizohem këto ku jam. Një fëmijëri shumë e lumtur sepse të jesh e rrethuar me shumë motra dhe me prind të mrekullueshëm është kënaqësi. Okej. Nuk mi ike këtyre sherreve, tregoma në sherrë, 7 motra pa i bu diçka ti vllaut. Nuk e di, ndoj sherrë s'po më kujtohet, ndoshta sepse kam qenë fëmijë shumë i urtë dhe nuk kam bu sherrë. Pas ka ngusë ty ma shumë për mbuke. Unë e thash, më kam përgdhel shumë edhe s'kom pas ko me bu sherrë, jo marë me kurse, me lexim, me shëtitje. S'po më kujtohet për momentin oj sherrë që kisha me cek. Okej. A ka ndonjë tatuazh Adelina dhe çfarë mendimi ka për to? Jo, nuk kam dhe nuk preferoj ta bëj. Nuk është diçka që më shtyn ta bëj. Qoftë edhe me mendu, s'm ka shku asnjëherë mendja me mendua ta bëj apo jo. Okej. Cili është ushqimi i preferuar i Adelinës? Ushqimi im i preferuar gjitha i ha, me shumë kënaqësi, po ndoshta isha ndalë më shumë te pastat, po diti përgatis shumë mirë, e njëkohësisht edhe i ha kështu me shumë kënaqësi. Okej. Tregom, jeton me familja Adelina apo jeton vetëm? Jetoj në një familje si që cika dhe më herët shumë të madhe, kështu që në shtëpi, me prindrit, me motra dhe vllahun. Sa deshta me unë të lidh kujt i bjen me gatu ma shumë, a bjen ty ndonjëherë ajo? Fatmirësisht mu nuk më bjen shumë, me qenë se motrat ma të mdhaja dhe mami përgatisen tepër mirë, kështu që unë publikisht e falenderoj mamin shumë për zgjellat e për gjitha ushqimet që na i përgatit. E mbren gati shumë edhe kur shkojmë bas punës me njëre kam gati, kështu që mu shumë pak më vjen me përgatit, ndoshta edhe angazhimet që i kom ditore, për kushtimin edhe në muzikë, edhe në punë. Nuk është kjo një arsitim që zakonisht e marim si arsitim, por që edhe në shtëpi kyçem ndonjëherë, sidomos vikendeve, dëshiroj të mësoj nga pak, i afrohem mamit te kuzhina, mam, tregom këto, tregom atë, se gjithsesi i vjen secilit njeri të ditë përgatis. Kemi marrë një vikend, unë bashkë me një kamerë televizionit, edhe kemi na përgatit diçka për post-pastës, diçka tjetër. Shumë kënaqësi. Në i pite diçka. Që qëndroj me pitet, pitet i pëlqejnë shumë, por që mi përgatit di, po jo mirë. Dhe me thonë, nuk është që nuk di totalisht, po që mami përgatit ma mirë, kështu që preferoj ma shumë me marë, me ungër të gatshme prej mamit. Okej, kur jemi te ushqimi, neve femrave me njëherë na vjen mendje jo linjat e trupit, jo veshja, krejt këto. Tregon pak sa i kushton rëndësi, a merresh me një palestër, a ke ndonjë regjim të ushqimit, cilë ti përmbahësh? Kisha me thonë që s'kam në i regjim kështu të ushqimit, sepse qëfar do që servohet, jam adhuruse shumë e ëmbëlsirave, ndoshta mund të kaloj ditën pa bukë dhe vetëm me ëmbëlsina të kaloj ditën. Regjim, dhe më thonë së të kisha me thonë që kam, kështu që me palestër merem her pas here, por edhe eci shumë me prindërit, zgjohem shumë herët, ka rast edhe mbas punës. Mundohem që thjesht të relaksohem edhe të shkëputem prej punëve të cilat çdo ditë i kam për rreth. Okej. Përpara se me fillu të disa pyetje që i përgatisim ne, një 10 pyetje që janë të përgatitura me shumë humor, e prej juve presim me ju përgjigj me të njëjtën pikë, do me thonë, me ato atë humorit, për du me ndalë pak të vera e Adelinës. Ai momenti u prezentua te publiku, pëlqyje mjaft shumë, një këngë shumë ritmike, shumë e lezetshme. Çka pas ai momentit edhe qysh e përmbyllë verën? Të na i pushim privat? Nuk kam pushuar këtë verë, sepse jam marrë, dhe më thënë, me realizimin e videoklipit që më ka marrë shumë kohë,
dhe shumë angazhem, qysh nga fillimi i demos, këngës, tekstit, pastaj lokacionet që se kemi pas as pak vështirë, se si që po e sheni edhe në ekran, është gjiruar në Maltezi, ka pas lokacionet të cilat nuk na është lejuar, por ato të cilat ne kemi dashur i kemi marrë, edhe e kemi pas kështu gogjatë vështirë disa vendet që kemi dasht. Për kushtimin maksimum ja kom bëllë gjatë verës videoklipit, këngës 3, dhe gjithashtu disa punimeve të cilat jam në prag të fillimit të doktoratës, nuk kam pushuar, po planifikoj që mbas një jave të ndaj edhe pak ditë pushimi për vetën. Shumë, po tash nuk e di sa kemi pas kohë me pushu, gjithë e dim që fillojnë këto përgatitit e vitit 3, programet televizive, ka diçka të re me gjithë të prezentohet në fund vetë, Adelina? Nuk kam menduar, sepse është koriku muaj i cili kam lansuar, domethënë këtë këngë, mendoj që kjo këngë pse jo të prezentohet edhe në xhirimet e vitit 3 me qenë se është ritmike, do të ndaj pak det edhe pse do të fillojnë shumë shpejt xhirimet e vitit 3 që pak para xhirimeve të relaksohem pak, pastaj të zgjuhem në punë sërish. Okej. A muj me fillu me çdo pyetjet? Okej, janë 10 pyetje, për i cilave se cila pyetje duhet me i marrë 1 minutë kohë përgjigje. Nëse ti e përfundon para 1 minuti përgjigjen, unë nuk ndërprej, kështu që ti e ke 1 minutë të plot me ju përgjigj pyetjeve. Po, hiç mos tani se unë e mas. Për 1 minutë thët shëndrojo si politikan në fushat. Wow. E di që se ki vështirë, ki dëgju shumë... Unë e motrën e kam pas deputetën më të re në shtëpi, kështu që nuk jam as pak adhuruse politikës, por a du të vazhdoja është 1 minutë? Jo, nuk e fillova. Nuk e fillove, okej. Folë si politikane. Hajde. Asë njerë së më pas ka ardhë kjo situatë, atëherë ndoshta po improvizoj pak për fushatën cilën po prezentohen për komuna të nderuar, qytetar, votojeni Adelinën, sepse do t'ju premtoj. Do t'ju premtoj shumë qka regullimin e parqeve, sigurimin e hapësirave fizike, parkingje më shumë, mjafton. 35 sekunda. Do të mundohem që t'ju bëj jetën më të mirë, më të rehatshme. Shka për artistat, hajde, tysh, juve qka ju duhet. që të krijoj vende ku më shumë të rinj do të kenë hapësirë për kulturë. S'po di tjetër. Okej, mund të amarim për 1 minutë. Shumë interesante. Për 1 minutë shëndroju në aktore. Si aktore mundesh me improvizu, mundesh me hiperbolizu një ngjarje që ke lujt me Angelinën, ose qka do? Pak vështirë. Pak vështirë, valla, filloj. Te kisha pas një tekst, ndërsa te aktorja kisha improvizu, po... Për shembull, ti e aktore dhe unë po të marrë ty një intervist, përgjigjet e tua që ti këshe me dhonë, që të kam ftu me një fel me lujt. Tash mos ndih më i krejt. Jo, e mendova se tash 1 minutë edhe ki atë hapësirën që shpejt duhet me u përgjigj. Filloj? Veç mirë kishin më bu një pyetje, ndoshta që me mujt me u përgjigjën si aktore. Mi trego fillet e karierës tënde si aktore. Unë si fëmijë kam dashur të merrem me aktrim, e kam dashur shumë aktrimin, kam shikuar shumë filma, edhe gjithmonë e pyesja veten se një ditë do të bëhem aktore shumë e famshme, që të luaj me një film shumë të njohur, ku do të kem përreth aktorë të tjerë, me të cilët do të kisha improvizu, aktru ndë një situatë nga regjisori. Do të kisha dashur ta kem rolin e një femre cila është e gjithanshme,
miret me... Okej, stop. Mund është më bua akturi mirë, nuk është që s'ka gjasa. Okej, për 1 minutë na falë për 3 udhëtimet e tua të paharruara. Kjo e lezishme. Udhëtimi i parë i cili ndoshta kam qenë shumë e vogël me prend në Istanbul, ka qenë një udhëtim shumë i lezetshëm, kur kanë filluar në klasë të parë, pastaj udhëtime të tjera në vende të ndryshme të Evropës, gjithashtu udhëtimi shumë i dashur me motrën që vitin e kaluar dhe këtë vit në Paris, ku kam shfrytzuar rastin me vizitu shumë vende në Francë, një përshtypje jashtëzakonisht e mirë, sepse dihet që Parisi është një vend i imazhit, kulturës, i dashurisë. Udhëtim tjetër në Kiev, kur kam qenë si vëzhguese ndërkombëtare për zgjedhjet presidenciale, një privilegj shumë i mirë, për shkak se kam qenë më e reja në atë grup ku kanë vëzhguar zgjedhjet Jushchenko i Jankovic. Sigurisht ju kujtohet, kur ju ka prishur ftyra. Stop. Hajde, shkoj me tjetërën. Për 1 minutë bëhu vetë prezantues, vetë mysafir. Opa. Mund është me u buk sheki Adelinën, ose këtë tjetër në emision. Okej, të dashur miq, ju ftoj që sot të jeni në rubrikën e Facebookut me mua do t'jetë mysafire Vlerona Zesiri. Kam kënaqësinë ta kem një mysafire shumë të dashur për të gjithë juve. Vlerona, kur keni filluar të merrini me gazetari? Po, Vleronur në. Si është ndjenja të qenurit një gazetare shumë e dashur për të gjithë? Po përgjigj mu? Ti duhesh mu përgjigj. Unë edhe mu përgjigj, okej? Hajde, Vleron. Është... kjo shumë e sikletshme dhe Po shumë... ti u deshtë me thunë që Adelinën e kemi mysafir, ma dhe i kështë pojë si mysafir. Une deshta me këthy rolin që e kam unë si mysafire Vleronën. Ani mirë, i bune 1 minutë dhe me këta. Kalova. Kalove. Për 1 minutë këndën a këngën që të pëlqenë. Mundet mos me qenë këngë ajote, mundet me qenë këngë anglisht, mundet me qenë këngë e dikuj tjetër. 1 minutë. Me qenë se unë para se me arë emisionin shikova disa pyetje nga adhuruesit, po e këndoj një pjesë të shkurtër të këngës në përvjetore, cila është pëlqyer jashtëzakonisht shumë, po e këndoj një pjesë të vogël. Në përvjetor të lidhës son, zgjodhet më lëndosh, dhe një ndër me një anë, sot je në tjetër shtratë. Taranananana. Mjafton. Të lutem, mos e flakti më tutje, zemrën ti me asaj mos i trego, sa shumë të dy ngjasojmë, të doja si e marrë njësoj jam, natë për natë ti bërë që në dorë, më lenë për vjetor. Asë kësë ka të ime jetën tonë dhe private. Jo, është një tekst shumë i dashur. Të prekshme. Big Basta është fajtori kryesor për këtë tekst, kështu që e falenderoj shumë, sepse është një tekst i mrekullueshëm. A ke provu ndonjëherë me shkruajt një tekst këngës vetë? Nuk kam provu asnjëherë, edhe nuk isha dashur të mirem edhe me këtë lami të bëjmë tekst shkruese. Për 1 minutë imitoja dikë. Hajde, nëjë person që na mundemi me njoft, ose apo të bjen mend diçka? Jëm tu mendu. Qoftë me gjeste, qoftë me të folun, me fjalinë. E kam një kolegi cili thot, shkoj me sportin, me storjen të cilën tjetani po e përgatisim, sigurisht që e dini, është Berim Vunici. E buna një gjest se të gjithë e njohin me atë gjest, shtu që pak. Kjo është pyetja para fundit. Për 1 minutë fol në gjuhën e huaj që e din më së miri. Sa gjuhë i flet Adelina? Flas anglisht, kuptoj edhe pak gjermanisht, mirë po me kuptu e kuptoj, mirë po me fol nuk
nuk mundem edhe aq shumë. Me lexu diçka ndoshta ke qenë mirë. A duhet të them diçka në gjuhën? Hajde në gjuhën angleze. Okay, it was very nice spending time with you and with the other staff of the Artivate 21. It's my pleasure to be here and to share something of my life and of my activities that the fans are interested to know about Adelina. Okej, ki folë si britaneze. Adelina Shpresoj që më kanë kuptuar, sepse I përshëndes të gjithë fanzat e stafin e Radio Televizionit 21 dhe juve, edhe shkënaqësi jem sot me juve. Kjo ishte ajo që e tash në gjuhën angleze. Në gjuhë tjetër, ndoshta isha munduar për këtë, po normalisht ka edhe njerëz që nuk e kuptojnë anglishtën. Mirë, po besoj të rinia kanë ditë edhe pse kemi edhe mosha të tjera që shikojnë emisionin. Pyetja e fundit për 1 minutë lavdrana. Ashtu pa anglisht. You are the best. Ti Vlerona je shumë e dashur edhe shumë e harreshme në çdo të diele, ku njerëzit të gjithë flajnë, të gjithë janë paksa të përgjumshëm sepse dëshirojnë të flajnë, kështu që të gjithë kamermanat, unë edhe I kam shok, edhe e bëj një punë të palodhshme, gjithmonë me gjëra të reja, me misione të reja, me gjëra pozitive, me informim shumë të sakt. Po mendoj që është okej. Nuk s'kesh të mbatë kohën, kesh të të deri me vazhdu. Kjo ishte taman me vazhdu deri në orën 4 me lavdata. A lem diçka pa përmend gjatë kësaj bisede që ishte plot 40 minuta. I lavdum, tregum, aktrum, kënduam, folëm anglisht, po mendoj që kaloj shumë shpejt, tash kur the 40 minuta më duket tepër shpejt, unë ndiva shumë mirë, shumë e relaksuar, I përshëndes të gjithë adhuruesit, të gjithë atyre që kanë nda kohën të shkruajnë komente, të pyesin dhe të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente. Faleminderit për ftesën, edhe prapë shkoj me lavdata, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë Adelina, ishte me vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit se treguve hapur prej këtyre pyetjeve, dhe pse nuk të kisha lajmëruar paraprakisht se kemi disa surpriza. Kjo ishte definitivisht asnjëherë nuk më ka ndodhur që të ndalim për një moment të bëhem aktore, të emitoj, apo edhe diçka tjetër, cilat I pata, kështu që sinqerisht ka një surprizë shumë e mirë. Një kosisht edhe pak e sikletshme, po që unë ndjeva mirë. Është dorë, ta pak ma herët nuk për mu që janë disa pyetje që me të lënë ku pak me mëndu, po sinqerisht faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit për juve.